në realizimin e lutjeve tona, që ta udhëheqë kishin e Ti dhe shoqërinë tonë drejt të përmbushjes dhe realizimit të planit të Ti hynor në tokë. Themi së bashku me ndërmjetësinë e Nanës së Këshillit të Mirë, na dëgjo o Atë. O Ati i mirë, ndërmjetëso për kishën tonë që është dritë e botës. Bekoje në drejtimin e Grigjës Papa Leonin Kademuet, kardinalin e pranishëm Monsignor Rolandas Makrickas, i peshvit tonë shqiptar e të gjithë meshtarët, dhe që me ndjenja falenderimi e mirënjohje të marrin hirin e shejtërimit në këtë vit jubilar, 130 vjet me nënën e Këshillit Mirë, të lutemi. Ta besojmë Ty, o Nanë e Këshillit Mirë, seminarin tonë, që ndro afër përgjegjëse, e me qendres dije për shpirtni, e armë me atyre të vulloset me shëgurimin me shtarak, bekoje e vazhdimësinë e misionit të kishës, në thirrje të reja e të shejta, të lutemi. Me ndërmjetësinë e Nanës së Këshillit të Mirë, na dëgjo o Atë.